E me butën, kimin me butën që e ki, është për një me keni kështu kimi, a keni ditë prej fillimit, a veç ka... Me butën Ka po, rrjedh shumë. me butën, do me thonë, me butën e kom jashtëzakonisht për zemër, e kom shok shumë të mirë. Na shkon kimia jashtëzakonisht, është njëri prej artistave, do me thonë, ma të kompletum, është kur vjen puna ka muzika, edhe ka prodhimi i muzikës, është jashtëzakonisht konsistent, është edhe shtys, nëse ti nuk je në trep, me mu at least, motivi nuk i mungon, fjalët e mira si mungojnë, kimi kena pas pi fillimit edhe respekti u kon i dyanshëm, kur nuk kena ndin siklet me njëri tjetrin, çka do që kena bo kon nuk ka pas shans me shku unnoticed që thojnë, apo den, jon kon bangers, kena bo sende të forta, ato jon bo veç shkaku i kimis edhe i hangoutit, po kur fare forti diçka ekstra. Kështu që ashtu vinë edhe projektet më të mira, kur nuk është ashtu e sforcume, hajde pe bujna një sen, kur nuk ka presion, vin ato janë edhe jam lucky që abden e kam butën ngat, kon edhe në Ham Squad, jena kon bashkë në Ham Squad. Kështu që po them edhe kjo mundet më kon shkaku i atyve që kom vendosur edhe me hi ma konsistent, më kon ma produktiv në prodhimin e muzikës, se edhe sot nuk ta jap që thonë sa thot kush një fjalë të mirë sot. Tonë mundohen mi gjithë ato negativet. E na ekipen që e kem, këto marrëdhëniet që i kem janë shumë të shnosha dhe folim tamam folim real. Tamam muzikë, tamam hip hop, tamam tekst instrumental, vibe ndaj, nuk ka diçka që nuk është organike.